Pali u kërkon besimtarëve të mbledhin ndihma për krishterët në nevojë në kishën e Jerusalemit. Kjo është një nxitje që t'i përdorim të mirat materiale që Perëndia na ka besuar për t'i shërbyer kishës dhe besimtarëve që kalojnë vështirësi. Arsyeja pse mund ta bëjmë këtë nuk është thjesht sepse kemi pasuri ose sepse duam të bëjmë vepra të mira. Ne ndajmë sepse hiri i shpëtimit që kemi marrë nga Perëndia është jashtëzakonisht i madh. Si njerëz që kemi marrë këtë hir, jemi të thirrur ta përcjellim atë edhe te të tjerët. Hiri që kemi marrë nuk duhet të mbetet vetëm brenda nesh, por duhet të rrjedhë drejt fëmijëve tanë. Parimi i rëndësishëm është të ndajmë me gëzim, sipas masës së hirit dhe bekimeve që Perëndia na ka dhënë. Perëndia gëzohet kur kisha bëhet një bashkësi që kujdeset dhe ndihmon njëri tjetrin. Pali gjithashtu thot se dëshiron të vazhdoj shërbesën e ungjillizimit me mbështetjen e kishës së Korintit. Edhe pse kishte shumë kundërshtar, Perëndia kishte hapur një derë të madhe për shpalljen e ungjillit. Prandaj ai I nxit besimtarët të bëhen pjesë e kësaj vepre. Edhe ne sot duhet të marrim pjesë në veprën e Perëndisë për shpëtimin e njerëzve. Disa janë të thirrur të shkojnë e ta predikojnë ungjillin, ndërsa të tjerë të mbështesin me lutje dhe me të mira materiale ata që e shpallin atë. E rëndësishme është që secili të marrë pjesë me besnikëri në shërbesën që Perëndia I ka besuar. Nëse e kuptojmë sa I madh dhe I mrekullueshëm është hiri I shpëtimit që kemi marrë, atëherë do të jemi të gatshëm të sakrifikojmë me gëzim, që edhe të tjerët ta përjetojnë të njëjtin hir.